Luiz Deli u jep fund spekulimeve dhe tregon nëse do jetë pjesë e fermës VIP dhe në këto zgjedhje parlamentare. Luiz Deli ka reaguar ashpër ndaj spekulimeve të shumta që po qarkullojnë rreth emrit të tij në rrjet, teksa përmes një postimi në Insta Story këngëtari ka folur më shumë për sa shefemet se do bëhet pjesë e fermës VIP, por do marrë pjesë edhe në këto zgjedhje. Teksa sa për fermën VIP, ai u komentua se mund të jetë një ndër opinionistët, teksa këtë vit duket se ferma VIP ka vendosur të marrë një kast të fortë, ku e prezantuara e parë ka qenë Luana Vjollca. Ferma VIP, e cila nis së shpejti, sipas burimeve i kishte dërguar edhe një ftesë zyrtari Luizit, i cili e ka mohuar kategorikisht, ndërsa edhe tha shefemet e tjera vijuan se Luiz Deli do të merrte pjesë në fushatën që pritet të bëhet në muajin prill dhe maj, teksa ai njihet për afërsinë ndaj Benet Becit të Partisë Socialiste në Shkodër, por edhe Partisë së Tomdoshit, Partia Social-Demokrate. Duket se Luizi ka reaguar ashpër ndaj këtyre spekulimeve që po qarkullojnë rreth emrit të tij, teksa përmes një postimi ka mohuar kategorikisht çdo përfshirje në fermën VIP apo në ndonjë forcë politike, teksa u shpreh me një Insta Story: "Mendoja se do ndaleshit, por jo, ju bëj me dije se nuk kam folur kurrë me askënd, as ndonjë telefonat në lidhje me atë fermën VIP. Me pak fjalë nuk do të jem në asnjë fermë, as nuk do të jem kandidat për ndonjë forcë politike, boll se nuk ka më lezet." Ka ardhur reagimi nga ai, i cili ka vënë pika mbi aludimeve të këtilla për përfshirjen e tij në fermën VIP dhe në zgjedhje. Në një Insta Story tjetër, ai ka shpërndarë edhe një foto me Kiarën, teksa dyshe duket më të lumtur se kurrë dhe ka vendosur të jetë pranë familjes në këto kohë, teksa publiku e do edhe më afër tij.